Tashmë në Universitetin Luarasi, studentët mund të përdorin realitetin virtual. Është një kombinim i elementeve të shumë të teknologjisë, përfshirë realitetin virtual, realitetin e shtuar dhe videon ku përdoruesit jetojnë brenda një universi digital. Mbështetësit e realitetit virtual parashikojnë që përdoruesit e tij të punojnë, të luajnë dhe të qëndrojnë të lidhur me miqt në distancë përmes gjithçkaje, nga koncertet dhe konferencat deri tek udhëtimet virtuale nëpër botë. Profesor Dael Dervishi në Universitetin Luarasi shprehet se realiteti virtual mund të përdoret në çdo profesion. Projekti që ka të bëjë me promovimin e realitetit virtual në arsimin e lartë. Ky pra është një projekt i financuar nga Komisioni Evropian në kuadrin e programit Erasmus. Në këtë projekt Universiteti Luarasi së bashku me disa universitete tjera të huaja është duke promovuar përdorimin e pajisjeve dhe të teknologjisë realitetit virtual në universitete. Platforma e parë virtuale daton që në vitet 2000, e quajtur Second Life, kishte për qëllim ndërveprim dhe tregtim të objekteve virtuale. Realiteti virtual, përdorimi i modelimit dhe simulimit kompjuterik që i mundëson një personi të ndërveprojë në një mjedis artificial vizual tridimensional, duke na aftësuar në fusha të ndryshme. Disa nga çmimet më të çmendura të tokave janë krijuar në metavers dhe janë shitur në metavers. Pra, nëse një tokë në metavers në 2017 kushtonte $20, në 2022 kushtonte $15.000 1 metër katror tokë. Realiteti virtual në Universitetin Luarasi vjen në bashkëpunim me zyrën e Agjencisë Ekzekutive të Edukimit Evropian dhe Kulturë të Komisionit Evropian.